Si vjen skuadra para ndeshjes me Partizan? Si gjithmonë, sot kemi serit e fundit, gjithë ne jemi gati, ne jemi rregull. Prap kemi një lojtar me 4 kartona, është Blezi, ai është jashtë për nesër. Të tjera ne jemi gati, edhe situata është shumë e mirë. A ka shqetësim skuadra pasi mungon dhe sulmuesi kryesor apo çdo gjë është okay? Jo, tani neve kemi 4 sulmuesat shumë e mirë. Është Blezi, Ze Gomeshi, Arsen Leshi dhe Ben Shimon. Domethënë, ne jemi rregull në faza sulmues. Per momenti Blezi ishte shumë në ndeshje aktivizuar, edhe ai tregoi si ata të tjera cilësi. Ai shënoi 4 gola për 4 ndeshje fundit. Domethënë, ne jemi rregull në faza sulmues, por edhe nëse shënoj një qendërmbrojtës prap jam rregull, sepse unë nuk shikoj ku shënoj goli, unë vetëm shikoj do fitoj skuadra. Domethënë, prap ne jam shumë kënaqur edhe jam shumë krenar me çunat edhe nga faza sulmuese edhe nga fazat më mbrojtës. Herën e parë Elbasani e mundi Partizanin. Si e shikoni këtë herë kundërshtarin? A mendoni që do të jetë apo ka ndryshuar? Ishte në faza parë, tani filloi faza dytë, domethënë neve kemi shumë respekt për Partizani. Si klub, si skuadra, është një skuadra shumë e mirë, ka shumë cilësi brenda, ka lojtar shpejt, ka lojtar shumë agresiv, edhe luaj futboll mirë. Domethënë ne jemi gati për nesër për një ndeshje bukur, një ndeshje derbi, një ndeshje fort. Por ne jemi Elbasani, kemi një motiv tjetër, kemi një besim, edhe pa tjetër do provojmë të luajmë futboll bukur si gjithmonë, edhe do dalim me një rezultat pozitiv. 13 pikë në 5 ndeshje. Sa të kënaqur jeni me atë që keni treguar? Deri tani jam shumë krenar edhe jam shumë kënaqur, por të them edhe një herë, kampionati është i gjatë, kampionati është shumë i fortë, edhe deri tani neve nuk kemi fitoj asgjë. Domethënë vetëm neve jemi në një rruga duhur, por nuk kemi fitoj asgjë. Domethënë nuk dua do bëjmë shumë eufori, do flasim shumë, vetëm do shohim edhe do ecim javë për javë. Edhe java përpara ne është Partizani, tani do flasim vetëm për Partizani. A është Elbasani që keni pritur apo ka akoma kohë për të punuar? Pa gjithmonë mund të bëjmë pak më mirë. Edhe një herë llogari do bëjmë në fundit maj, jo tani, por edhe një herë ne jemi në rruga duhur, ne jemi në brenda objektiv deri tani, por gjitha është e hapur, edhe një herë llogari do bëjmë fundit kampionatin e maj.